Edi Rama ju gëzua e duar trokiti këngët qytetare shkodrane para se të ngjitej vetë në skenë të kërkonte votën për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. U shpjegoi pse ngulmon për mbështetje për të ngjyrave partijake. 3 mandate nuk i dolën për të futur Shqipërinë në BE, tani thotë du dhe 1/4. Po. Sepse nëse është fajim, okay, e pranoj. Po Malizi, që i kishte hap negociatat para se ne të vinim në qeveri, pse nuk është futur në Bashkimin Evropian? Për sukses në atë që e cilëson procesi historik, një thirrje i kishte edhe për imigrantët që votojnë për herë të parë. Unë pres nga diaspora shpullën më shëmbullore për kënetën. Në qytetin e njohur për humorin, nuk i kurseu ironit për rivalët demokrat. Deklaratave të Sali Berishës për vlerën e makinës së reperit Noizi, me të cilën kryesocialisti doli në fushat në Dibër, Rama i rikujtoi paratë e harxuara për kontratën e lobimit në SBA. Se qofse Noizi për Lamborghini e vet janë 50.000 pensione me lekët e veta, e tha bufi vet. Po bufi me lekët e kujt? Se i biti janë 500.000 pensione. Nuk kurseu as përfaqësues të tjerë demokrat. Luciano Diaz Meknu, Këngë Elbasani, Lemo. Duke e cilësuar Shkodrën si një ish bastion të demokratëve, shefi i mazhorancës theksoi se ndryshimi i qasjes së qytetarëve vjen për shkak të kandidatëve të dalë nga forca e djathtë. Po shpresoj shumë që këtë herë të jenë, thash, minimalisht të ndigjojnë Luciano Pavarotin e vërtet. Për të përcjellë mesazhin e dallimit, Rama zbuloi vlerën e investimeve në kryeqendrën e Veriut, që drejtohet nga një socialist për herë të parë. Kush e boni Marubin? Gati. Akoma Shkodra, hyrja Shkodrës ishte lana e 2 mishit. Premtoi si gjatë mandatit të 4 Shqipëria do të ketë jo vetëm investime të reja, por qytetarët e saj do të marrin në dorë pasaportën europiane. Statusin e qytetarit barabartë të Bashkimit Evropian. Europa është e juja,